përgatita mëngjesin për burrin, edhe unë do iki që të ha me shoqen mëngjes. Po ndodhin edhe këto ca herë. Çfarë do bëjmë tani kur e kemi lënë me shoqen që do vemi për mëngjes? Ti them jo o nuk i them dot jo. Edhe kur e kam ditë pushim, akoma më mirë. Shikoni dielli si ka rënë aty, është ditë dielli. Kush rri tani brenda të haj mëngjes? Burrim, po burrim do haj mëngjes. Ndaj edhe unë po i përgatitë një kafe që të pij aty bashkë me mëngjesin. Jo se nuk do pi edhe 10 kafe jashtë shtëpisë, do t'i pij edhe ato, po tani unë si nuse mirë që jam, i përgatit edhe kafe në shtëpi. Unë i hedh një sheqer sado që ai do 2. Dhe i përgatita vesë të skuqura me djathë. I pëlqejnë shumë kështu në këtë mënyrë që shkrin djathi brenda dhe bëhet shumë i mirë. Unë pasi bëra një dushë dhe lava dhe flokët, i drejtova shpejt e shpejt. Ja rritur goxha flokët siç mund të shikoni. Nuk e tani po mendoj ti pres mos i pres, tani për tani nuk do t'i pres. Edhe i ka për mëngjes që të hamë me shoqen. Pasi hëngra dhe mëngjesin, u ktheva në shtëpi të përgatit të drekën. Do bëj bërxolla për burrin aty sot. Edhe për neve të tjerët i përgatita më shpejtë. Burri me që vjen më vonë nga puna, ja përgatita atë moment se bërxollat nuk hahen të ftohta, duhet të jenë të ngrohta atë moment. I hodha dhe këtë gjalpin me hudër që kishin brenda bërxollat, edhe u bën o njerëz mos e pyetni, fantastike. Po. Ciao.